Përshëndetje. Unë kisha një ndjesi fatikisht sot, që dje fatikisht, si kur në trupin tim kam munges vitaminës C, që mbron kundër infeksioneve gjëra të tilla. Por jo vetëm vitamina C, por ka dhe tjera, por unë kisha këtë ndjesi dhe prandaj isha në dyqan sot atje ku kisha mundësi të blija dhe vitamina, e thash me vetëm, po pëse ti blej unë këtë? Mos u dembelo se kisha ca ditë fatikisht të më tredi që nuk pata dalë dhe kështu nga natyra më fjalë për të ngrenë në një gjem, se unë dalë shpesh edhe më fjalë gje barra e gjera kështuja, që që të cilat ato që rezistojnë në këtë kohë, që është me të borë kështu edhe ngrica këtë ende, kanë vitaminat të larta të sen. Nëse ta shkurtojmë pak dhe erdha, thash unë e di ku ka nga këta trëndafilat e hegër. Shko, dil një xhiro, merr ajrin e pastër, edhe këputi këto këtu cak, se këto nga brenda këto janë si marmellat. Janë fantastike dhe kanë vitaminë shumë të lartë, atë vitaminën C që quhet. Jo farat nuk e ham, thjesht ata si marmellat thithin. Dhe farat i hedhi përsëri në tokë, që të vazhdojnë të mbinë. Edhe kështu dhe plotësoj sot, më fjalë edhe herë të tjera vitaminë. Unë kështu e kam plotësuar gjithmonë fatikisht në natyrë, por nga njëherë sikur të gënjehet mendja që them edhe për tonë se kështu apo jo, nuk ka përtesa. Kështu. Ja shumë të shijshme. Ka lufshimie.